Nxënësit e shkollës së mesme komunale të mjekësisë Nikola Shtejn në Tetov do të kenë kushte më të mira ku do të zhvillojnë orën e edukatës fizike. Fal një investimi të Ministrisë së Sportit, tashmë kompleksi sportiv në këtë shkollë do të ketë fushën e futbollit me barë sintetik, fushën e volejbollit me barë sintetik, fushën e basketbollit me propilen dhe me standarde ndërkombëtare, si dhe tribin me 300 ulëse. Ky investim është promovuar nga ana e Ministrit të Sportit Borko Ristovski dhe kryetarit të komunës së Tetovës Bilal Kasami. Ministri Ristovski tha se ky investim është realizuar përmes një bashkëpunimi të mirë ndërmjet Ministrisë së Sportit dhe komunës së Tetovës. Sipas tij, bëhet fjalë për një investim rreth 6 milion denar. Личната со работа кај помеѓу Министерството за спорт и општина Тетово и градоначалникот Билал Касами. Ndërtimi i kësaj fushe multisportive nuk do të ishte i mundur nëse nuk do të kishim një bashkëpunim të mirë me komunën e Tetovës në dhënien e shpejtë të lejeve që janë të nevojshme për këto lloje të fushave sportive. Me rëndësi është që të gjithë të ndërtojmë një shoqëri të përbashkët ku përmes sportit dhe objekteve sportive do të ndërtojmë një komb të shëndosh, i cili duhet të jetë ardhmëria e këtij shteti, sepse jemi dëshmitar se shoqëria në vend është e ruinuar në të gjitha aspektet dhe të gjithë duhet të punojmë të përmirësojmë këtë gjendje, tha ministri Ristovski. Kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami tha se ky është një projekt i madh për Tetovën, me një bashkëpunim të ngushtë mes pushtetit qendror dhe atij lokal. Bëhet fjalë për një investim të rëndësishëm për shkollën e mesme të mjekësisë, me të cilin kjo shkollë jashtë aktiviteteve profesionale të ndërtimit të nxënësve si mjek të arshëm apo profesionist të suksesshëm të realizojnë edhe maksimën që në një trup të shëndosh është edhe një mendje e shëndosh. Prandaj, për këtë edhe një herë, ne si komunë e Tetovës do të vazhdojmë të angazhohemi që në bashkëpunim me Ministrinë e Sportit të realizojmë edhe projekte të tjera. Zëvendës Ministria e Sportit Safie Sadiki Shahini tha se kjo fushë e sportit do të shfrytëzohet nga shumë gjenerata dhe se kjo ministri është e angazhuar në përmirësimin e kushteve sportive në tërë vendin. Presoj se do të shfrytëzohet nga shumë gjenerata të tashme po dhe të ardhshme. Ministria e Sportit është e angazhuar për përmirësimin dhe ndërtimin e infrastrukturës sportive në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ajo që nuk është bërë deri tash, sot e tutje do të bëhet. Drejtoresha e shkollës së mesme medicinale komunale Nikola Shtejn, Malsore Ramadani, e tha se është një investim i rëndësishëm në përmirësimin e kushteve në këtë shkollë. Është një kontribut shumë i rëndësishëm që ndihmon në përmirësimin e kushteve të mësimdhënies dhe zhvillimin e aktiviteteve sportive në shkollën tonë. Faleminderit që e përkrahët këtë iniciativë për të treguar se kjo do të ndikojë pastaj në zhvillimin e mësimdhënies për nxënësit dhe profesorët e sportit. Edhe Kasami, edhe ministri Ristovski nënvizuan faktin se kjo është dëshmi se investohet me një qëllim dhe me një vizion për rinin dhe përmirësimin e kushteve sportive.